Kjo prej 20 janarit 2011. Zoti Berisha, me pengesat e gjithanshme, sistematik, për zbardhjen e vrasjeve të 3 qytetarëve të pafajshëm në bulevardin përpara kryeministrisë, me refuzimin sistematik të ekzekutimit të urdhër ndalesave të prokurorisë së përgjithshme për 6 drejtuesit e Gardës së Republikës, me ngritjen e Komisionit Hetimor Parlamentar Parodi, me sulmin e pa precedent ndaj Presidentit të Republikës, prokurores së përgjithshme, shefit të SHISH, me dhunimin flagrant të pushtetit të 4, medias, rrezikon seriozisht që të nxjerrë jetën politike dhe institucionale të vendit jashtë shtratit të shtetit, të së drejtës dhe të rendit kushtetues. Në këto kushte, Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut i drejtohet edhe një herë zotit Berisha, gjithë faktorëve politik dhe institucional të vendit, si edhe partnerëve tanë ndërkombëtar, se zgjidhja është një dhe e vetme. Dorëheqja e menjëhershme e zotit Berisha dhe e qeverisë së tij.